në familje e një banori i cili duhet të ishte këtu prezent sonte në Big Brother VIP Kosova. Rrugës për në Big Brother, për spektakël, ajo mori lajmin që dikush nga familja e saj, apo më saktësisht bashkëshorti i saj, është në gjendje jo të mirë dhe aktualisht gjendet në qendrën klinike universitare të Kosovës në QKUK. Banorja e cila duhet të ishte sonte këtu prezent me ne, është teologja Iqbale Huduti. Njëra nga banorët më kontroverse që do të ishte në këtë sezon. Ne, si produksion The Big Brother, i dëshirojmë asaj që bashkëshorti të bëhet më mirë, sa më shpejt, dhe për neve është me rëndësi që në këto momente të vështira të qëndroj pranë familjes së saj. Iqbalës i dëshirojmë që burri saj të bëhet më mirë dhe që të mund të vazhdoj aventurën e saj me të cilën ajo ishte edhe dakorduar. Është folur gjatë dhe gjatë për një dhomë të veçantë në Big Brother, ndërkohë që tani në ekran po e shohim një kënd të dhomës së madhe e cila është përgatitur për Iqbalën edhe për shkaqe për të respektuar religionin e saj. Kjo është kur t'je live dhe gjëra ndodhin, gjëra të bukura dhe gjëra më pak të bukura. Këtë rast, për Iqbalën, kjo nuk ishte një gjë e bukur që ndodhi në familjen e saj, por edhe një herë e cekim si produksion dhe Big Brother që burri saj të shërohet sa më shpejt dhe Big Brotheri ta ketë Iqbalën dhe Iqbalja ta ketë Big Brotherin ashtu siç e donte. Leonora dhe Olta, dua vetëm pak të ndalën të flasim pikërisht për Iqbalën, e cila është fol dhe stërfol gjithandej në gjitha mediumet shqiptare kudo për hyrjen e saj, që është grua me mbulesë dhe të gjithë e kanë pritur se si do të gjendet ajo. Por ky rast që ndodhi sot, derisa ishte duke ardhur për në Big Brother, është një rast i rënd për familjen e saj. Unë doja toja vetëm një fjali, që Zoti zakonisht provon njerëzit e fortë dhe të mirë. Mendoj që nëse bashkëshorti i saj bëhet mirë, gjet forcën brenda vetes dhe le të vazhdojë ëndrrën e saj dhe rrugtimin e saj, pse jo. Ne më presim. Shërim të shpejt bashkëshortit të Iqbalës, me që është edhe, siç tha edhe ti, një person kogja kontrovers, urojmë që ta kemi në studio dhe në Big Brother dhe mandej do të komentojmë. Mirë, do të vazhdojmë tutje rrjedhën e Big Brotherit të këtij prajmi të parë. Faleminderit edhe një herë që po na ndiqni me kërshëri dhe në numër të madh. Një duartërkitje për gjithë ju që po na shikoni. Faleminderit edhe për gjithë ato komente pozitive që jemi duke i marrë. Na bëhet shefi shumë, ndërsa tani kalojmë në pjesën e jashtme për të parë se kush është banorja e radhës që futet në këtë edicion. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ki me nu, unë ma ti kam kalju këta filma. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ki me nu, se meritan dinjat e mija. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ki me nu, unë ma ti kam kalju këta filma. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ki me nu, se meritan dinjat e mija. Që ma ki zili,